Sipas një sondazhi të realizuar nga Instituti për Hulumtim dhe Zhvillim Startum Rit, nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot, Partia Vlen do të rënditej si forca e parë politike në bllokun shqiptar, duke e lënë pas BDI-n, thuhet në një komunikat nga Vlen. Sipas tyre, në pyetjen për kë do të votoni nëse sot do të mbaheshin zgjedhjet, 34.5% e të anketuarve janë deklaruar për Vlenin, ndërsa për Bashkimin Demokratik për Integrim 30.9%. Në këtë mënyrë, Vleni lë pas BDI-n, duke reflektuar një dallim jo të vogël. Ky është çmimi që po paguan BDI-ja, e cila me manipulime dhe përmes temave që ka lënë të pazgjedhura me dekada, po mundohet t'i nënvlerësojë shqiptarët. Sondazhi, siç thonë nga Vlen, është realizuar mbi një mostër prej 1200 të anketuarish përmes intervistave të drejtë për drejta, duke ofruar një pasqyrë aktuale të disponimit politik të elektoratit shqiptar. Rezultatet tregojnë një trend të ri politik dhe një rritje të besimit të qytetarëve ndaj Vlenit, ku po pozicionohemi si alternativa kryesore në kampin politik shqiptar, thuhet në komunikatën e Vlenit.